A janë ofruar për gjatë këtij një viti blokad politike, le të themi premtime edhe për qytetarët, duke pasur parasysh se një situatë e tillë e jashtëzakonshme ka ndodhur tashmë prej një viti. Gjitha këto do t'i analizojmë dhe komentojmë këto momente. Kam kënaqësinë të lidhemi drejt për së drejti me politologun Albinot Maloku. Mirëmbrëma, faleminderit që u bashkuat bisedës. Kënaqësi t'ju kemi në hapësirën për shqiptarët. Faleminderit shumë, edhe për mua është kënaqësi. Ka kohë që nuk kam qenë në emisioni juaj dhe po ndihem mirë si zakonisht. Faleminderit ju. Dua ta nis fillimisht me le të themi këtë parapërgatitje ose përgatitje, jo vetëm duhet thënë nga ana ligjore apo procedurale, por edhe për vetë partitë politike ku duket se po i bëjnë mirë llogarit ndoshta edhe të koalicioneve. Si e keni parë fillimisht këto lëvizje me qëndrime apo deklarata shpeshherë, me emrat, le të themi, të krerëve të partive politike që duket se do të jenë të njëjtë si kandidat për kryeministër? Ajo çka vlen për të, si më thon, shqyrtuar, sidomos për të pas si fotografi më të afërt të gjendjes aktuale është që krerët e subjekte politike nuk është që mërziten shumë sa i përket rrethana në cilën ndodhet qytetari i Kosova, po në anën tjetër dhe kandidatët, të cilët duan të jenë prapë deputet të Kuvendit Republikës dhe nuk arritën që për mbi 10 muaj të bëjnë institucionet e reja të vendit, duke respektuar rezultatin e nënshkurtit të vitit rrjedhës, ku qytetari i Republikës Kosovës tha me zë e me vepër se nuk duam qeverisje konkretisht një-partijake në Republikën e Kosovës, mirë po duam qeverisje të partneritete shumë partijake, koalicioneve të ngjajshme. Si pasojë e egocentrizmit, sidomos të subjektit të parë pas zgjedhjeve të nënshkurt të vitit rrjedhës, pra lëvizjes dhe vendosje nuk arritëm të kemi ose të krijonim institucione dhe Republika e Kosovës të mos vinte deri në këtë drejgje ku jemi tani me të gjitha këto probleme të cilat u grumbulluan. Dhe po, keni të drejtë, janë vështirësi të cilat nuk i kanë kalkuluar liderët e subjekte politike të cilët e kanë një farë lloj komoditeti shumë më të madh për të bërë këso manovrimesh, taktikizimesh politike të cilat nuk i sillin dobi para se gjithashtu qytetarit, po dhe Kosovës. Tani, në këto kalkulimet e tyre, tani sikur ka një tentim rikthimi të energjisë, sepse nuk duket ajo energjia e pastër te asnjëri prej leadershipit politik, pavarësisht se tani janë të imponuar të ecin përpara dhe të gjejnë energjitë maksimale që të orientojnë fushatat e tyre, se mos tani fushatën parazgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit të parakohshme në nivel vendi në Republikën e Kosovës. Deri më tani nuk është se ka pas në një vullnet të konkretizuar në kuptimin e pasjes së koalicione parazgjedhore. Bëhemi të sinqert, subjektet politike, sidomos të para, e para, e dyta, e treta, nuk është se mund ta kenë në nivoj të krijimit të një koalicioni parazgjedhor. Tani është një vullnet, po themi ashtu, dhe kjo do të matet për të pasur se si do të veprojnë pas 28 dhjetorit, që ajo që ka ndodhur mirë është se lëvizja vendosje dhe kreu i saj e kuptuan që viti historik i 2021-s për këtë si subjekt politik, ku e pati kompetencën dhe fuqinë të zgjedh kreun e kuvendit, kryeministrin e vendit dhe presidentin e vendit, pa pasur nevojë për koalicione ose partneritete të tjera, ai vetë nuk do të përsëritet më dhe se që e kanë kuptuar ata një realitet dhe kanë përshtypjen që të gjithë kanë një lloj shpjegimi se nuk kemi vijat kuqe. Dhe kjo vijat kuqe konsideroj që mund të matet maksimalisht, se përkënd megjithatë mund t'i kenë disa vijat kuqe, përkënd më pak. Pra, kjo matje do të bëhet sidomos këtë periudhën e fushatës parazgjedhore, se çfarë lloj toni elektoral do të përdorin, çfarë lloj gjuhë do të përdorin në kundrejt njëra tjetrës në këtë kompeticionin e tyre, deri më tani nuk është se ka. Tashi, është, po themi ashtu, lëvizje vendosje për brenda ka kriju një praktik jo të shëndetshme, mos respektuese, mirë po, ja që partnerët e këtij subjekti politike kanë pranuar si të mirëqen, hyrjen në një proces zgjedhor me partneritete, koalicione të disa partive që kanë qenë të tjera, flasëm për lëvizje vendosje që ka pas
subjektin e prezentuar politik si subjekt, pra guxo, dhe alternativën. Por që të dyjat kanë pas atë peshën e jo subjektivitetit për brenda subjektit lëvizjeve të vendosje. Dhe këtë lloj modeli, sikur kam përshtypjen që subjekte tjera politike po e shohin si të pranueshëm, që për mua është për çdo kritik me u pa ky lloj modeli si i pranueshëm, duke ja humbur peshën, subjektivitetin subjekteve partnere të cilat të mund të futen në koalicion. Qartë, po, ky koalicion a mund vi, pra, çfarë do lloj që mund të krijohet, se do të mbetet për tu parë, mund vi edhe në kuadrin e nevojës se çfarë ndodh pas 28 dhjetorit, duke ju referuar, le të themi, rezultatit të shkurtit. Dhe besoj të gjitha partitë, duke pasur parasysh këtë bllokat për një vit, kanë menduar edhe nëse do të kenë rezultate jo të mira që mund të rezultojnë ndoshta edhe më t'ulta se sa të shkurtit, gjë që detyrimisht do t'i sillte përpara një zgjedhje në formimin e koalicionit. Se ju referova koalicionit, meqense nga Lidhja Demokratike e Kosovës zyrtarizoi dhe zotin Abdigjiku pra për këto zgjedhje si kandidatin e tyre për kryeministër, ku kanë deklaruar se do të garojnë të vetëm, por kanë theksuar se janë të gatshëm që ta pranojnë në listën e tyre zotin Fatmir Limaj, pra me deputetet e tjerë të nismës. Për këta të fundit është një shtrirje dore, duke qenë se mund të ngelin ndoshta edhe vetëm, dhe ne dim që në zgjedhjet e kësaj here ishin koalicion, pra me AK-n që tashmë nuk janë, që detyrimisht mund t'i shmang, le të themi, një largimit numrave që i kanë aktualisht. Tani, nga një perspektive të caktuar, sikur duket që në situatën e atëshme, ose ka pas një pritje agresive nga lëvizja vendosje, se mos ndoshta Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të mund të kaloj pragun. Mirë po, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është një prej subjekte politike që e ka ruajt një trajektorët, një përqindjes 7-8, gati në gjitha proceset zgjedhore. Po flasëm edhe për atë momentumin e 2021-s, e lere më tani që kemi një relaksim, një pozicionit shumë më ndryshe. Dhe në anën tjetër, zotni Limaj edhe subjekti vetë nisma socialdemokrate, tani, në qovë se cili prej subjekte politike që unë kësha pas qef jashtëzakonisht shumë me shkuar të gjitha ndarës në një proces zgjedhor dhe me umat të gjitha fuqit, pra po flasëm edhe për këto subjektet satelite të lëvizjeve vendosjes që është guxo ose alternativa, dhe me pa çfarë peshe kanë të gjitha këto subjekte më minorene, po them nga forca dhe fuqia e tyre në teren. Unë konsideroj që në qoftë se zotni Limaj dhe subjekti i politik pranojnë si të mirëqen që t'jenë në një koalicion, është jashtëzakonisht e shëndetshme kjo dhe unë nuk e shoh asgjë të keqe. Gjithsesi, modeli që ka provuar të instaloj edhe në këtë rafsh, lëvizjeve vendosje duke i humbur subjektivitetin subjekteve tjera politike, duke mos u njohur akronimin në një proces zgjedhor dhe ke parasysh duke dalë dhe provuar që përmes prezantimit të akronimit vetëm në fushat është e pranueshme se atyre u është ruajtur ky subjektivitet. Nisma socialdemokrate nuk e ka një pozicion ndoshta aktualisht, mund të themi se nuk e ka të krejtësisht të favorshëm, mirë po, jo sa për të nënvlerësuar në qoftë se ata do të kenë një partneritet caktuar sidomos me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ku që në kryet herës është parë një afërsi mes zotit Limaj dhe zotit Abdigjiku, edhe pse të bëhemi sinqert, në qoftë se analizojmë prej non shkurtit vitërias e deri më tani, pa dyshim dhe në qoftë se provojmë të vlerësojmë se cili prej subjekte politike, cili prej liderëve politik ka qenë më konstruktiv, duke qenë i hapur për bashkëpunim dhe për të kaluar atë ngërçe dhe atë krizë politike, ka qenë zotni Fatmir Limaj, për dallim prej të gjithë tjerëve të cilët kanë pas qëndrimet e tyre krejtësisht të pandryshuara, dhe në qoftë se bëhet kjo matje në opinionin publik dhe qytetari e vlerëson këtë veprim të zotit Limaj, edhe unë nuk shoh asnjë kërcënim të pozicionit të tyre si subjekt politik, edhe në qoftë se vetë kishin me shku në një proces zgjedhor. Mirë po, në politik nuk është se
varet shumë ku është e drejta, apo ku është imponimi i narratives ose praktika cilat janë jashtëzakonisht në përputhje me demokracinë e shëndosh që janë imponuar vitet Po, fundit. mund të jetë ndoshta 28 dhjetori që mund ta provojë një gjë të tillë nga ana e votuesve flas, se në politikë është ajo që ju thoni. Kishte me qenë befasia më e mirë e mundshme edhe e mundshme. Mirë po, çka është më e bukur që unë e lavdëroj maksimalisht është që qytetarët e Republikës së Kosovës në proceset zgjedhore po tregohen jashtëzakonisht të maturuar, bile më të maturuar, më urtak në politikën e Kosovës sesa dhe vetë leadershipi politik që në kushte normale do duhet të ishte e kundërta për arsye se pritjet janë që leadershipi të orientojë situatat. Duhet ndalem tek një pikë që duket se ka sjell një lloj debati ose më saktë 28 dhjetori si datë më vete është lidhur me diasporën, pra me gjithë ata qytetarë që jetojnë jashtë Kosovës me të drejtë vote, e kundërshtuar nga palët, pra nga subjektet ish opozitare, në një farforme solli një debat të gjerë. Tashmë ka kaluar pikërisht tek vota e diasporës, ku kësaj here do t'jetë më ndryshe pra nga ato të nëntëshkurtit, për shkak se nuk do të mund votojnë përfaqësi diplomatike, por atë të opsionit me post. Ka pasur qëndrime në fakt pikërisht, le të themi në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me le të themi përfaqësues të ish opozitës dhe të mazhorancës, ku është thënë se mund të ketë rrezikim të votimit të mërgatës dhe se dërgimi pra i fletvotimeve origjinale nga 12 dhjetori është pamundur të mbërrinë në kohë edhe për shkak të vonesave postare. Do të krijonte kjo një lloj precedenti përsëri për të pasur një debat të gjerë politik, por nga ana tjetër rrezik edhe për vetë votën e qytetarëve, që do të nënkuptonte një proces ndoshta të gjatë, që në fund për llogaritjet mund të jenë shumë ndryshe nga çfarë priten nga palët politike, dhe kur flas palët politike, i referohem ndoshta më së shumti lëvizjes vetëvendosje. Duke qenë se nga, nëse i referohemi ose nisemi nga hera e kaluar, le të themi numri më i lartë nga qytetarët cilët jetojnë jashtë Kosovës, ka qenë për lëvizjen vetëvendosje. Tani, është maksimalisht është imponuar narrativa se mërgata është në aspektin e votës e orientuar në kriterës. Unë nuk e njoh këtë fenomen për arsye se demokracia nuk e pranon si të mirëqen. Tani, të bëjmë një trajektore të shkurtër të fenomenit të faktorit mërgatë. Mërgata në raport me Kosovën në momente specifike historike ka qenë jashtëzakonisht e angazhuar. Më në shënjestër, kohën e viteve 90-ta, kur e gjithë, po themi ashtu, shumicë mërgatës ishte në përkrahje të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe në atë kohë Lidhja Demokratike të Kosovës e kishte një raport me mërgatën. Ky raport u ndryshua më pastaj me 99-ën ku kjo mërgatë u lidh më shumë me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, më pastaj me Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe mërgata ka pas atë rolin e vet efektiv në një ndryshim të caktuar të rrymave politike edhe në Kosovë, se të ndihmesa në proceset të caktuara. Dhe unë mërgatën e shoh si faktor i rëndësishëm i cili në momente specifike ka njohur. Flasëm edhe për vitin 2021, që në një formë ose tjetër e njohu momentumin e nevojës për ndryshime në Republikën e Kosovës, dhe ishte jashtëzakonisht e shëndetshme të ndodhin ato ndryshime edhe pritjet ishin jashtëzakonshme. Tani, tentimi për ta imponuar në vitin 2025, sidomos në këtë procesin e parakohshëm zgjedhor, se është e përcaktuar vota e mërgatës, kjo është tentim për të krijuar narrativ. Mërgata aktualisht është shumë plurale në aspektin e interesit dhe të mbështetjes politike. Dhe unë konsideroj që secili e ka provu edhe periudhën e 6 vjeçarshit të një subjekti politik që ka marrë në moment saktuar, flasim për vitin 2021, në mbështetje të fuqishme nga mërgata. Në anën tjetër, sa i përket afateve, ka pas një tentim për të prapë përdorur politikisht, se gjëja një subjekt kërkoi 28, në disa të tjerë 21, flasim për dhjetorin. Unë nuk e kam pas shumë shqetësuese. Shqetësuese është i tërë procesi që ka ngarkesë shumë të madhe deri te organizimi, dhe kjo është e natyrshme. Koha, rrethana, pra po flasim për të gjithë efektet që munden me i dhënë këtij procesi zgjedhor dhe për të qenë më pastaj, sidomos nëse duam të vazhdojmë të jemi destruktiv siç kemi qenë prej nënshkurtit, secili subjekt
e sidomos lëvizja vendosje mund të nxjerrë, si me thonë, hapësira, veprimi, tentimi për ta të zgjatur më pastaj edhe për të kriju këtë pjesën tjetër të oponencë nga subjekte të tjera politike. Mirë po, është një farë shprese që megjithatë e provuam, Kosova sot është shumë keq, është e bllokuar, nuk ka ecje përpara dhe shpresa është që ndoshta ka ndodhur një lloj katarzisi politik në mendjen e këtyre leadershipit në Republikën e Kosovës që nuk do të provojë të nxjerrin gjërat cilat nuk do të duhej ndoshta të konsideroheshin si të rëndësisë tepër veçantë. Gjithsesi, procesi demokratik i votës duhet të ruhet dhe është obligim kushtetues ligjor. Mirë po, unë me gjitha këto vështirësitë të cilat mund dalin, sidomos me këtë pjesën tjetër që të krijohen precedente të reja, gjë cilën nuk është se nuk ka qenë vullneti i lëvizjes vetëvendosje gjatë gjithë procesit të krijojë precedente të reja nga vullneti dhe pasioni i tyre për të prekur maksimalisht nëse munden edhe në rendin kushtetues të Republikës Kosovës, që kjo është gjë më e keqe që i ka ndodhur Republikës Kosovës. 28 dhjetori, duke marrë gjithë të analizë tuajën të rrethanave, se po flasim për zgjedhje pa mbushur viti, pra brenda një viti të bëhen zgjedhje të tjera, jo vetëm nga ana procedurale, por edhe ndoshta me vetë votuesin që ka parë një kalvar kaq të gjatë, duhet thënë, të këtij bllokimi politik në Kosovë, duke lënë në një farë forme ose do të ndihen edhe në vijim problematika që kanë ardhur nga mos krijimi i qeverisë. Do të jetë rezultat i një situate të njëjtë, pra nëse do të jemi në këtë kuadër, që të kemi të njëjtat rezultate si të shkurtit që detyrimisht do të donte krijimin e një koalicioni të mundshëm qeverisës, do të ndryshoj politika kosovare që në vijim të shkoj pra në zgjedhjet e presidentes me numrat që i duhen dhe kësaj here jo nga çfarë kemi parë më parë, por plot 80, më shumë. Çfarë do të ndodhë? Të sqarohemi, vitin e ardhshëm, konkretisht në mars-prill, mbaron mandati presidentes aktuale të Republikës së Kosovës, dhe ju po e përdorin shprehjen presidentes. Nuk dihet enda a mund të jetë president apo presidente. Mirë po me rëndësi shefi shtetit, që gjithsesi për procesin aktual zgjedhor të 28 dhjetorit krijohen disa lehtësira nëse duan të kenë racionalitet subjektet politike në Republikën e Kosovës. Dhe cili është ky racionalitet? I pari subjekt politik që ka dalë nga nënshkurti, pra lëvizja vetëvendosje, ta njoh faktin që viti 2021 nuk do të përsëritet më. Dhe në kuadër të kësaj mospërsëritje krijohet ajo nevoja imediate që për të pas koalicione. Dhe a është një situatë pranueshme për të kalkuluar dhe me pozita, për arsye se thelbi i interesit ka qenë pozita. Republika e Kosovës ka përjetuar edhe këtë situatën ku numrat, fenomeni numër nuk ka qenë vendosës, por kanë qenë disa kauza tjera shtetërore. Pra, ka pas në Republikën e Kosovës që kanë qenë shumë më urtak se sa liderët aktual politik, dhe nuk është se nuk e kanë ditë që pasja pozicionit e kryeministrit me 6-7% në matematikisht nuk ka rrjedhë logjike, mirë po problemi ka qenë që kanë kalkuluar jo në numra ose në aspektin matematikor të lëvizje politike, mirë po të kauzave, proceseve të interesit të Republikës Kosovës. Dhe numri matematikor, shifra, përqindja, nuk ka qenë vendosëse, kanë qenë kauzat, kanë qenë interesat e Kosovës. Unë lutem shumë që këto lloj urtakësh që ka pas politika në Kosovë të ketë mas 28 dhjetorit dhe të ecë përpara. Kanë durt shumë më të lira në kuptimin e asaj që mund ndajnë 3 pozicione, pra shefin e shtetit, shefin e qeverisë dhe shefin e kuvendit. Pa do të bëhen lëshime lind pyetje nga kjo pikë. Si e that? A do të bëhen lëshime për të pasur këtë lloj shpërndarje se Ishte me qenë po flas në aspektin e rekomandimit dhe dëshirës edhe të asaj që e provuam në muj, ke parasysh dëmet e Republikës së Kosovës, leadershipi politik që i ka shkaktu, janë edhe në aspektin numerik milionëshe, miliardëshe, në aspektin e fuqisë financiare, por më falni, janë edhe çështje tjera diplomatike, të krizave institucionale ekonomike, me tendenca për të pasur kriza sociale, pra janë grumbulluar të këqijat. Do po lutem që ky leadership politik një herë mirë ta kuptoj se
Megjithatë ka një përgjegjësi, një instancë mund t'ja ka dhënë vetës, më pas t'ja ka dhënë qytetarit, secilit nga këta. Dhe në kushte normale të rrjedhës logjike të njohjes së realitetit demokratik dhe të pranimit të faktit që shteti ka nevojë për të ecë përpara dhe të asaj që është në rendin kushtetues të Republikës Kosovës i pari pas procesit zgjedhor, nuk ka veç privilegje, ka dhe detyrime. Dhe në rrafshin, sidomos po flasim për nënshkurtin, si i pari pas procesit zgjedhor, lëvizja vetëvendosje do të duhej ta kuptante, nuk i dha qytetarit vetëm privilegjin, por edhe detyrimin e obligim për të ecë përpara. Dhe ky detyrim dhe obligim përmbushej sikur ta kuptonin se nuk e kanë fuqinë e votës, i kanë disa drejta kushtetuese që askush nuk ua mohonte, mirë po këto drejta kushtetuese duhet të mbusheshin me fuqinë e votës në sistemin parlamentar të Republikës Kosovës, që pesha e votës parlamentare është e jashtëzakonshme, është e veçantë. Pra, pesha e elektoratit e ka pjesën e vet ku i jap një subjekti politik një fuqi të caktuar. Dhe unë po them që pas 28 dhjetorit do të ishte mirë që të kemi dy rryma politike që kanë dhënë fuqi, kanë dhënë kontributin e tyre të drejtë për drejtë në shtetëndërtimin dhe në shtetëformimin e Republikës Kosovës, edhe rekomandimi kishte me qenë që Partia Demokratike e Kosovës së bashku me Lëvizjen Vetëvendosje ta njihnin këtë realitet, janë edhe një mori arsyesh pse do duhej që këta ta shikonin mundësinë e parafrimit dhe përbashkimit, sidomos duke e ndërfutur këto edhe çështjen e polarizimit, që unë prapë po them, po shpresoj fuqishëm, mentaliteti instalimit e polarizimit që ka bërë Lëvizja Vetëvendosje mas 28 dhjetorit, të mos jetë më fenomen për arsye se nuk është që u bën dera as pak. Dhe një pyetje të fundit, meqense se përpos palëve politike, në një farë forme e përfshirë në këtë rast vjen dhe vetë presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila edhe nga partit ish opozitare shpeshherë është akuzuar se po mban anën e lëvizjes vetëvendosje, ndoshta referuar datës së zgjedhjeve, pra si më e fundit ndër ato qëndrime. Si e keni parë ju edhe reagimet që vinë nga palët opozitare kundrejt presidentes dhe rolit të saj deri më tani në përfundim të mandatit? Edhe këtu ka një trajektori që unë dua të distancohem nga shpjegimet opozit, një instancë fundit për mua janë të barabarta, dhe nga ajo që kam arrit të detektoj, e sidomos duke qenë njoni, po them ashtu prej atyre që ka pas një shpresë, sidomos kur erdhi në krye të detyrës, edhe kjo shpresë ishte krijuar si pasojë e angazhimit saj në eksperiencën politike në Kosovës, dhe besimi dhe shpresa që ajo rrjedhte nga një subjekt politik që e kishte një kryetar partie që unë e përsëritë disa herë ishte urtak i skenës politike dhe kisha shpresu dhe besu që kishte mësuar nga filozofia e tij e të kuptuarit të politikës jo si numër, po si ecje, si vizion, si kauz. Këtë nuk është se e dëshmoj, gjithsesi ajo i mori votat për të bërë presidente e vendit në 2021 nga Lëvizja Vetëvendosje, dhe kjo ishte jashtëzakonisht e shëndetshme të kishin një partneritet. Mirë po përveç këtij partneriteti që ishte i shëndetshëm dhe krejt në rregull me te, është një problem tjetër. Shefi i shtetit ka për obligim që të jetë në krye të detyrës duke qenë mbrojtëse e kushtetutës, faktor unifikues i skenës politike qytetare në Republikën e Kosovës, dhe ajo si pasojë një kalkulimi, sidomos kohëve të fundit që është shprehu me zë e me fjalë, ishte çështja që nuk është se nuk e ka një vullnet jetë prapë në kandidim për presidentet vendit. Dhe është e natyrshme të ketë secili ambicjet e veta, sidomos kur e shijon maksimalisht këtë 5 vjeçarshën që në rrit presidente, me gjitha benefitet e veta dhe detyrimet e veta, dhe kjo ishte e natyrshme komplet. Mirë po, para se gjithash, Republika e Kosovës ka pasë dhe ka fuqishëm nevojë për një patriotizëm kushtetues, sidomos duke pa që kushtetuta e vendit kohëve të fundit, e viteve të fundit, ka qenë e sulmuar, e shkelur, e lënduar me metoda të faktuara dhe jo të faktuara, dhe unë kam prit që si shef e shtetit ketë një përqasje shumë më ndryshe, pra tjetë faktor unifikues. A ka qenë në krye të detyrës, se i përket edhe çështjeve që ndërlidhen me rrethonat, me krizën politike, me ngërçin politik, të bëhemi të sinqert, nuk është se ka qenë zonja Vjosa Osmani Sadriu, presidentja e vendit në krye të detyrës, sidomos në situata ku në instancë fundit është dashur të ketë edhe aspektin e interesit moral të intervenimit në krizën politikës në Republikën e Kosovës.
Qarë, Zoj Maloku, një falenderoj shumë që e gjithët kohën për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Ishte kënaqësi t'ju kishim në hapësirën për shqiptarët në Ora News. Edhe nga ju, zonja Sholja, është gjithë mirat. Faleminderit.